për shkarkimin nga detyrat të kryetarit të Bashkisë Tiranë, zotit Erjon Veliaj, si i pavajtueshëm me Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Shfuqizimi gjithashtu të dekretit të Presidentit Republikës numër 350, datë 1/10/2025, për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë, si i papajtueshëm me paragrafin 2 dhe 3 të nenit 115 të Kushtetutës. Rrezullimi i efekteve juridike të dekretit të Presidentit Republikës numër 350, datë 1/10/2025, për caktimin e datës zgjedhjeve të pjesëme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë, në zbatim të efekteve pezulluese që paragrafi 2 dhe 3 i nenit 115 të Kushtetutës si njeh ankimit kushtetues të kryetarit bashkisë ndaj vendimit të Këshillit të Ministrave për shkarkimin deri në marrjen e vendimit nga gjykata kushtetuese. Ju vën ndjeni se kjo seancë transmetohet në live stream. Verifikojmë paraqitjen dhe legitimitetin e palëve në proces, kërkues Erjon Velia, përfaqësuar nga Nderuar kryetar, përfaqësuar nga dy avokat, nga Ermal Zeira edhe Albano Fushi. Faleminderit. Faleminderit juve. Subjekti interesuar, Këshilli i Ministrave, përfaqësuar me autorizim nga zoti Eraldian Muzaj, zoti Vangel Dumni dhe Irma Qosja. Faleminderit. Subjekti interesuar, Presidenti i Republikës Shqipërisë, përfaqësuar me autorizim nga zoti Hemion Brau, Ilirian Rusmaili dhe Eriola Shtia. Faleminderit. Bëjmë një përmbledhje të veprimeve dërtanishme. Mbledhja e gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese me vendimin e datës 9/10/2025 ka vendosur pezullimin e dekretit të Presidentit të Republikës Shqipërisë numër 350, datë 1/10/2025 për caktimin e datës së zgjedhjeve të pjesëshme vendore për kryetar bashkie për disa njësi të qeverisjes vendore për pjesën që cakton datën e zgjedhjeve vendore në Bashkinë Tiranë. Vendimi ju është komunikuar gjitha palëve në proces me shkres po në datën 9/10/2025. Para se të fillojmë seancën, do doja të sjell në vëmendje rregullat e solemnitetit të seancës plenare publike. Gjithmonë me qëllim mbërvajtjen e një procesi të drejtë, të qetë dhe transparent. Së pari, secila nga palët ose përfaqësuesit e tyre kanë të drejtë të marrin fjalën vetëm pasi t'i jepet nga kryesuesi i seancës plenare. Koha do ju tregohet nga punonjësi i gjykatës. Çdo palë ka në dispozicion 30 minuta për paraqitjen e parashtrimeve dhe 10 minuta për paraqitjen e konkluzioneve përfundimtare. Ky minutazh vlen në të njëjtën mënyrë dhe në rastin kur palët përfaqësohen vetë apo nga një ose më shumë mbrojtës ose përfaqësues. Në raste të tilla kjo kohë do duhet të ndahet ndërmjet tyre. Palët kanë të drejtë të drejtojnë pyetje njëra tjetrës. Në këtë rast, pyetjet, ashtu si dhe parashtrimet, duhet jenë të lidhura ngushtësisht me çështjen objekt shqyrtimi. Çdo parashtrim apo pyetje që del jashtë objektit të shqyrtimit kushtetues, pasjell ndërhyrjen e kryesuesit të seancës. Nuk lejohet replika mes palëve. Secila prej tyre është detyruar të ruajë etikën gjatë komunikimit të seancës plenare dhe të respektojë solemnitetin e këtij gjykimi. Në çdo rast kundërshtimet e palëve lidhur me parashtrimet apo përgjigjet e palës tjetër nuk bëhen objekt kundërshtimi, pasi siç përmenda më sipër, nuk lejohet replika, por ato mund të paraqiten në konkluzionet përfundimtare. Ndalohet përdorimi i telefonave celular gjatë zhvillimit të seancës plenare, por lejohet përdorimi i tabletave ose laptopëve. Vazhdojmë. A keni kërkesa paraprake, kërkuesi? Faleminderit. Përfaqësuesi i Këshillit të Ministrave. Nuk kemi. Presidenti? Po, ne kemi një kërkesë paraprake. Po. Të nderuar gjyqtar, në parashtresat e institucionit të Presidentit të Republikës që kemi depozituar pranë jush në datën 15/10, ne kemi kërkuar që të rimerret në shqyrtim çështja e kompetencës suaj për shfuqizimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025, si dhe të deklaroni në fillim të seancës mos kompetencën, sepse nuk mund të shqyrtoni një akt administrativ siç është ky dekret. Zgjedhjet në Tiranë u penguan. Prandaj tashmë duhet të rikthehet kushtetueshmëria dhe të shpallet moskompetenca për shqyrtimin e dekretit numër 350 datë 1/10/2025. Meqense nuk u deklarua moskompetenca për shqyrtimin e kërkesave lidhur me dekretin,
dhe nuk na çlirohet nga statusi i palës në këtë proces, që do të ishte një vendim i drejtë dhe ligjërisht korrekt për të kërkesë paraprake. Ne po e paraqesim kërkesën edhe një herë formalisht përpara jush tani, që të anulloni vendimin për përfshirjen e dekretit nr. 350 datë 1/10/2025 në këtë shqyrtim, si hap që duhet i paraprish shqyrtimit të çështjes në themel. Argumentat tona në mbështetje të kësaj kërkese janë si vijon. Mbledhja gjyqtare të gjykatës kushtetuese ka vendosur në datën 9/10 që të pranojë për shqyrtim kërkesën e kryetarit të shkarkuar të Bashkisë Tiranë për shfuqizimin e VKM-s nr. 539 datë 25/9/2025, shfuqizimin e dekretit të Presidentit të Republikës dhe pezullimin e efekteve juridike të këtij të fundit. Vendimi për kalimin për shqyrtim të kërkesës për fuqizimin e dekretit është mbështetur vetëm mbi dokumentacionin e servirur nga kërkuesi, tek i cili mungonte tërësisht praktika dokumentare e institucionit të Presidentit të Republikës për dekretin, mungesa edhe e praktikës dokumentare të Këshillit të Ministrave për VKM-n e bën tërësisht të pambështetur dhe të njëanshme vendimarrjen tuaj. Praktika dokumentare ka rëndësi thelbësore, sepse vetëm nëpërmjet saj mund të qartësohet pozicioni zyrtar i dy organeve shtetërore të përfshira në këtë procedurë, lidhur me të drejtën e ankimit ndaj aktit, mungesën e kompetencës së gjykatës kushtetuese për shqyrtimin e ankimit dhe rrethanat kur ligji lejonte zhvillimin e aktit. Konkluzioni i organeve shtetërore për këtë çështje bazohej në leximin e kujdesshëm të dispozitave përkatëse të kushtetutës dhe të ligjit të fushës. Por aq sa ajo ishte marrë me nenin 115 të kushtetutës, me të drejtën e shkarkimit të organit të zgjedhur të qeverisjes vendore dhe me rrethanat kur shkarkimi shoqërohet me pezullim të aktit. Rezulton e provuar se mbledhja e përgjithshme e gjyqtarëve ka vendosur kalimin për shqyrtim pa shqyrtuar aktet dhe pa i dhënë mundësi Presidentit të Republikës apo Këshillit të Ministrave që të shpjegojnë dhe mbrojnë pozicionin e tyre ligjor. Gjykata kushtetuese u ka kërkuar të dy organeve të larta shtetërore që t'i vënë në dispozicion praktikat vetëm në datën 15/10/2025, 6 ditë mbasi kishte vendosur kalimin për shqyrtim. Për këtë shkak, vendimi nuk mund të jetë veçse një akt i njëanshëm dhe i pambështetur në analizën e plotë të bazës ligjore të referuar dhe të rrethanave të dokumentuara. Sa i takon dekretit të Presidentit të Republikës, çështja e kompetencës përbën themelin e shqyrtimit. Duke marrë vendimin në mungesë dhe në injorim të argumentave të Presidentit të Republikës, gjykata kushtetuese ka privuar institucionin e Presidentit nga e drejta për të dëgjuar dhe për të mbrojtur interesat përpara kësaj gjykata. Kjo situatë synon drejt për drejt respektimin e parimit të procesit të rregullt ligjor nga instanca më e lartë dhe përfundimtare. Prandaj, duhet të anulloni vendimin tuaj për përfshirjen e dekretit nr. 350 datë 1/10/2025 në lëndën e këtij shqyrtimi. Ne ju kërkojmë të na krijoni mundësinë që të paraqesim argumentat tona për moslegjitimimin e kërkuesit, për t'ju drejtuar gjykatës kushtetuese me ankim kundër dekretit dhe të vendosni lidhur me këtë kërkesë përpara se të çelni seancën e shqyrtimit të themelit të çështjes. Faleminderit. Mirë, faleminderit. E keni me shkrim, të lutem? Po dorëzoni në sekretari. Kërkuesi lidhe me këtë kërkesë. Po nderuar, neve I qëndrojmë parashtrimeve që kemi paraqitur në lidhje me kompetencën e gjykatës kushtetuese. Ne mendojmë që gjykata kushtetuese është kompetente për shqyrtimin e kërkesës tonë, edhe për aktin e Presidentit. Për ne procesi është I ndarë në dy faza, siç e kemi sqaruar dhe në parashtrimet. Në fazën e parë është faza e propozimit dhe vendimarrjes, që përfundon me vendimin e Këshillit të Ministrave, dhe pastaj faza tjetër është faza e garancisë kushtetuese, që aktivizohet automatikisht me paraqitjen e kërkesës kushtetuese, në të cilën nuk duhet të ndërhyjë asnjë institucion përfshirë dhe Presidentin e Republikës, I cili duhet të presi në rastin konkret marrjen e një vendimi nga ana e gjykatës kushtetuese dhe aktivizimi para kohe I Presidentit të Republikës me aktin për caktimin e datës së zgjedhjeve aktivizon efektet juridike të vendimit të Këshillit të Ministrave, I cili është efektet e cilit janë të pezulluara. Për këtë arsye ne mendojmë që gjykata kushtetuese është kompetente. Mirë, faleminderit. Këshilli I Ministrave lidhur me këtë kërkesë. Këshilli I Ministrave ka paraqitur qëndrimin me shkrim në kushtet kur akti objekt shqyrtimi është I lishëm dhe dekreti Presidentit është zgjedhoi këtij akti, ne kërkojmë nga gjykata pranimin e kërkesës subjektit të interesuar Presidentit të Republikës.
Mirë, faleminderit. Trupi gjykues tërhiqet për të marrë vendim lidhur me këtë kërkesë. Të propozues shkarkimit, duke mos i dhënë mundësi kërkuesit njeh me aktet dhe të paraqiste shpjegimet e tij. Po kështu, edhe Këshilli i Ministrave nuk e ka ftuar kërkuesin, por ka marrë parasysh vetëm propozimin e ardhur nga Këshilli Bashkiak. Në këtë mënyrë janë marrë parasysh vetëm argumentet e njërës palë, duke bërë procesin të mbyllur dhe të njëanshëm. Është cënuar standardi i arsyetimit të vendimit, pasi Këshilli i Ministrave nuk i ka dhënë përgjigje të arsyetuar kritereve ligjore që përcakton ligji për shkarkimin e kryetarit bashkisë. Ai nuk ka bërë analizë të parimit proporcionalitetit të garantuar nga nenin 17 i Kushtetutës, ndonse kërkuesi nuk ka bërë asnjë shkelje e cila të kërkonte shkarkimin e menjëhershëm të tij, dhe si i vetmi organ që ka të drejtën e shkarkimit të një kryetari bashkie, nuk mund të thjesht të miratoj propozimin e Këshillit Bashkiak, por duhet verifikoj themelin e vendimarrjes. Për të përcaktuar sjelljen si shkelje të rëndë, nuk ka pasur asnjë analizë në drejtim të pasojave për komunitetin, qëndrimit subjektiv kërkuesit, dhe asnjë ndërlidhje midis rrethanës para burgimit dhe ndonjë sjellje që mund kualifikohet si shkelje e rëndë e ligjit. Është cënuar parimi i prezumimit pafajësisë, i garantuar nga anit 30 i Kushtetutës, pasi ai, pra kërkuesi, është konsideruar fajtor pa një vendim i formës prerë dhe masa e sigurimit personale është përdorur si bazë faktike për ta shkarkuar atë nga detyra, ndonse para burgimit nuk mund të prodhoj ipso facto ndërprerje të mandatit. Ndaj kërkuesit është paragjykuar dhe presuppozuar një sjellje e fajshme. Organet përgjegjëse nuk kanë provuar nëse ekzistonte një masë më pak kufizuese që mbronte interesin publik. Shkarkimi nga detyra është mbështetur në një paragjykim të fajt, duke e trajtuar mungesën për shkak të masës sigurimit si provë të sjelljes së dënueshme. Shkaqe ekstra ligjore të shkarkimit. Në kundërshtim me nenin 115 Kushtetutës, pasi inicimi i procedurës për shkarkim ka nisur nga një këshilltar i Këshillit Bashkiak, me pretendimin se arrestimi i kërkuesit kishte krijuar një boshllëk në drejtimin e bashkisë dhe jo sipas ligjit 139/2015.